Rikthehemi miqtë e mi, jam me banorët e Rogozhinës. Atje tutje është një nën e pa mundur 89 vjeçe. Jeton në këtë shtëpinë katrahur. As kafshët nuk mund të futen brenda sepse do rrezikoheshin. Jo më njerëzit. Lopa do kasollet mirë. Shikoni. Lopa. Këto janë gjurmët e tërmetit të 2019-s. Plagët janë ende të pashëruara në Rogozhinë. Kemi dëgjuar një pjesë banorëve, do dëgjojmë pjesën tjetër. Ata flasin me fakte, flasin me letra, kanë kontrata me bashkinë, kontrata që nuk përkthehen në fonde. Kanë letrat, por nuk kanë lekët për të vazhduar shtëpinë. Zotëri, si të quajnë? Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Bujar Haskasa, banoj lagje numër 1 Rogozhinë. Gjithashtu kam probleme me shtëpijet për tërmetin. Shtëpijet i kam blerë në 2000, kam 25 vite me ata shtëpije. Po? Kam kontratë me bashkinë. Po? Kjo është kontrata me bashkinë? Kam Edhe plan vendose me gjitha, po? E keni projektin këtu? Ja. Jo, se kam të Se ke projektin këtu? Kam edhe të qeras. Programi i granteve të rindërtimit, po? Kam edhe të qeras. Po, që ke marrë bonus? Kjo është prokura e posaçme që duhet të ketë ndryshuar kontrata e qeras. Po. Kjo është kontrata e qeras, po? Sa vite more, sa ko more qera? Unë kam marrë 3 vite. A, ke marrë 3 vite qera? 3 vite bonus. Bonus, pra ne po shohim dikush ka marrë 3 vite, dikush ka marrë 11 muaj, dikush ka marrë 2 muaj. Që këtu 3 vite që kam marrë, por bashkia nuk është. Ka lëdhë si shka lëdhë ata Tiranës si kam parë. Tani çfarë argumenti nxjerr bashkia për ty, rastin tënd? Bashkia nxjerr shumë probleme atje, jo duhet bo me qati, jo duhet bo kështu, ky ndërtimi që kam shkuar që ja ka bërë të gjitha. Se thënë, ja du me qati, ja duhet bo me betonësi, për ja kështu, ja ka bërë... Po sikur modelet ishin fikse. Ato modelet e shtëpive, unë di, projektet ishin fikse, ishin një 3 modele, më zgabohem. Tani pse nxjerrin pretendime kur shteti e ka përcaktuar me ligj që do ketë këtë tipologji ndërtimi? Sepse ne jemi anë e gjatë. Jemi gjithmonë nga gjatë, ka punuar në polici 20 vite. Jo më ja. Kami nga puna. Do më dhënë ti si zotëria të kanë vënë në rreth. Po, vetëm në gjatë. A kanë shumë me rreth kuq, në ndërtimje të bashkisë. Kam shkuar shumë herë ka bashkia, me taku kryetarin, nuk më kanë lejuar të takojnë, ja ka punë, ja kështu, ja ne këte që nuk më ka prit kryetar. E kuptoj. Tani personat e tjerë si puna jote, në të njëjtën lagje, në të njëjtin blok, kanë bërë shtëpia? Po. Gjithë i kanë bërë. Të gjitha? Po, vetëm 2 vjet jemi. Gjithë i kam me 13 për. Që i kanë bërë gjithë. Kush ka qenë më i ka bërë komplet shtëpia. Zotëri, pse për disa ka dhe për disa nuk ka? Ne kemi filmuar mbi 10 objekte që janë përfunduar. Pse disa kanë shtëpi sot dhe disa nuk kanë shtëpi? Atëherë këtë do ta gjej, po nuk unë jam po flasim nga ana financiare, nga ana financiare. Kanë ngritur akuzë të fortë duke thënë që janë gjithë punonjës bashkie. Mund zbrita poshtë si drejtor finance më thanë që ka ardhur zoti Skënder për rrezisin financiar. Për motrën time. Për motrën. Pra gjithë ju banorë nuk është se keni mbetur në mes punimeve, juve nuk është... O, nuk i kanë kapë dorë varë. Ky jo, dy këtu. Që i kemi të fresta? Që i ke këtu, që po bënë emisionin. Që si përtet? Kaj do di kërëministri, që po i kishë kohë, si përtet i top në Disa koha kam net me qera, disa koha kam net me qera. Po? Pastaj unë do të rovu ktheo pranë banesë. Ti po jeton tek e njëjta banesë e dëmtuar? Tani po. Po çfarë bëre, i shkove suvatove? Po, i pjesë kam fut të marrëdhëse të lekët e mia që kam. Ja ke fsheh fëmijëve. Po ç'të bëj? Pra ti ja ke fsheh nga syri fëmijëve. Normal që pas vjen e zor. Fëmijët i kam në Itali, me shkollë i kam gjithë, nuk gjetën vend punë këtu se ishim të gjatë. U detyron fëmijët ikën në Itali. Po atje si po jeton? Ja, atje me punë, si bëjnë punë krau. Me punë krau. Edhe jetojnë pa punë, pa gjë, jemi shpirë. Pra ti i largove fëmijët? I largoj për ti, gjithë vetë i futin punë, nëse ne që ishim krau gjatë, ja. E keq është se kështu ka qenë edhe në kohë PD-s thonë.
Historikisht na kanë ndjek nga mbrapa kjo. Nuk shikohet merita, por shikohet partitizmi. Kështu që unë kërkoj që të më bëjnë banesën nga e para. Banesën e kam 3+1, si mas e letrës që kam. Sa është fondi? 34.000. 34 miliard. Do futesh nga xhepi ti se me 34? Normal që po. Po të vinë, të bashkisë nuk vinë më. Nuk është. Po mirë, kur qartazi duket që do fusni lek nga xhepi, pse thuhet banesë fala? Po, kështu thot kryeministri. Zë bujari nosa nuk e di. Nuk ta lere dhe ta shesësh se ke shtëpi tërmeti mo. Kjo se ti do me ik, nuk e shet, mo shtëpi. Shive që qa ligji kanë tjerë. Po bja, a ideja është dhe më dhe që ajo shtëpi tërmeti e dëmtuar nuk është e rrezikshme. Po, Është e rrezikshme për të fut një njeri, po për ty thot vazhdoj rriti. po, Ti që e ke vazhdoj rri, kurse tjetër njeri rrezikohet tjetër. rrezikohet tjetër. E bukur. Ne kërkojmë mos të na japin lekë se i bëjmë vetë. Sa të nuk kanë me nga bëjnë shtëpia. Pa ti kërkon lek, sepse ti do futesh vetë nga vetja dhe Po, patjetër, i do bëj ta vetë. mbyllësh. Po. Pra ti kërkon aq lek sa të kanë Pa, thjesht. sa janë tutë. Tjera ti fus vetë, bëj vetë. E kuptoj. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit.